يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Atë ditë, gjithë secili njeri ka me gjetë para veti prezent atë që ka vepru. Wa ma amilet min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kurse nga të këqijat që i ka vepru, kur t'i sheh para vete ka me pas dëshirë, ka me mendu sikur t'jen mes ti dhe veprave të këqija të ti një hapsin shumë e madhe, t'jen larg veprat e këqija. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah. Allahu atërheq vëretjen, mos me bë vepra të këqija. Wallahu raufun bil ibad. Allahu është shumë i mëshirshëm për robërit e tij. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj, nëse jeni prej atyre të cilët e doni Allahun subhanahu wa taala, atëre pasomni mu, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dhunubakum. Kështu ja fal Allahu subhanahu wa taala gjunat e juve. Wallahu ghafurur rahim. Allah është mëshirshëm që fal shumë. Qul ati'u Allaha war rasul. Thuaj, nënshtrojuni Allahut dhe të dërguarit e tij. Fa in tawallaw, nëse ata nuk e bojnë, nuk i nënshtrojnë Allahut dhe të dërguarit e tij, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah subhanahu wa taala nuk i do ata të cilët janë pabesimtar. Kjo është përkthimi i ajeteve. Komenti i ajeteve: Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Ditën e Kiametit. Atë ditë, pra dita e Kiametit, gjithë secili njeri ka me e gjithë prezent, ka me ju ardhë ati prezent për para atina, gjdo vepër e mirë që e ka bo. Wa ma amilet min su, por kur të vinë edhe veprat e këqija, se dhe gjitha veprat e këqija kanë me ardhë prezent. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Do të ketë dëshirë njeriu që në mes tij dhe veprave të tij të këqija të jetë largësi shumë e madhe. Për shkak se për veprat e mira ka shpërblim, për veprat e këqija ka dënim. Kur të vinë veprat të shkruara dhe në anën e djathtë, njeriu gëzohet, besimtari gëzohet, përveç se që gëzohet, ka dëshirë me i pa dhe të tjerët. Wa amma alladhina, sa për këtë atyre të cilve u vjen libri në anën e djathtë, fa yaqul, ata kanë me thonë, ha uqra'u kitabia, urdhoni, lexoni, kushdo që dëshironi, lexoni librin tim, veprat e mia. Se ky ka bë vepra të mira, me që ka bë vepra të mira, edhe është i gëzuar për veti, edhe është faqebardh para krejt njerëzve. Urdhoni, lexoni. Ha uqra'u kitabia, urdhoni, lexoni veprat e mira. Ose urdhoni, lexoni veprat e mia. Kështu është gjendja me besimtarin ditën e Kiametit. Por kështu duhet me qenë edhe në këtë dunjë. Besimtarit duhet me pas kujdes, me urrit nga veprat e këqija. Dhe pastërtia e figurës duhet me qenë, urdhoni. Këshirne të kaluarën time, urdhoni këshirne. Këshirne kushdo prej juve në tashe të kaluarën time, gjithse si një besimtar do të më thonë. Shifne. Për shkak se ne nuk kemi bërë diçka me të cilën na ka ndaluar Allahu ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk do të thotë se na jemi pa gjunohe, kurse si. Nga se gjithë secili besimtar i ka dhe gabimet e veta. Por gabimet e besimtarve, gabimet e atyre që i kanë frikë Allahu subhanahu wa taala,
janë gabime në mes ti dhe Allahut, nuk janë gabime të publikuara. Nëse Allah subhanahu wa taala atë që kujdeset nuk e korrit para njerëzve në dunjë, as nuk e korrit para njerëzve ditën e Kiametit. Kushdo që kujdeset me qenë i drejtë te Allah subhanahu wa taala, me qenë i devotshëm, edhe nëse ka gabime, dhe ka gabime, se nuk ka mundësi me qenë pa gabime, qoftë një njeriu më i devotshëm, por gabimet e tij kanë me mbet mes tij dhe Allah subhanahu wa taala, jo me i ditë edhe njerëzit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kullu ummeti muafa, gjithë secili prej ummetit tim ka me qenë i falur te Allahu subhanahu wa taala. Në një transmetim, gjithë secili prej ummetit tim ka me hije në xhennet. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirun, përveç atyre të cilët mëkatet e tyre i kanë të hapuna, që i dinë edhe njerëzit. Ata nuk hinë xhennet pa u dënu. Për shkak se ka disa mëkate, të cilat Allah subhanahu wa taala nuk i fal në ditën e Kiametit. Në ajet në Kur'an Allah subhanahu wa taala thot, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë që shkon te Allahu me shirk, pa u pendu. Qof shirku i vogël, qof shirku i madh, Allah subhanahu wa taala nuk e fal për këndo i cili shkon te Allahu pa u pendu. Kurse nëse pendohet, falet edhe shirku. Për shirkun e vogël dënohet përkohësisht, për shirkun e madh dënohet për gjithmonë. O yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dhe përveç shirkut, të tjerat, Allah subhanahu wa taala i fal mëkatet atij që dëshiron, edhe nëse shkon te Allahu pa u pendu. Ehli Sunneti besojnë se të gjitha mëkatet falen, ose Allah subhanahu wa taala i kalon të gjitha mëkatet të cilat nuk e arrin shkallën e shirkut madh, as shkallën e shirkut vogël, dhe nuk e arrin shkallën e kufrit madh, as nuk e arrin shkallën e nifakut madh, të gjitha Allah subhanahu wa taala i kalon në kërcënimin e tij në ditën e Kiametit, në dëshirën e tij në ditën e Kiametit, nëse dëshiron Allah i fal, nëse dëshiron i dënon. Përkohësisht, ata të cilët kanë bërë gjunohe. Por disa gjunohe i kanë nxjerr Allah subhanahu wa taala prej këtij rregulli, dhe disa gjunohe Allah subhanahu wa taala nuk i fal, edhe pse janë gjunohe. Nuk e mrin shkallën e kufrit, as nifakut madh, as shirkut, por janë mëkate, megjithatë Allah subhanahu wa taala nuk i fal. Ka pru argumente të veçanta që Allah subhanahu wa taala këte nuk e fal. Prej argumenteve, ose prej veprave të veçanta të cilat Allah subhanahu wa taala nuk i fal, janë gjunat e hapta. Illa al-mujahirun, ata cilët i bojnë gjunat haptazi, nuk i fal Allah subhanahu wa taala, për shkak se ata përveç se e kanë kundërshtuar Allah subhanahu wa taala, i kanë bën ndikim të keq edhe në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se njerëzit kur e shohin tu e bë dikush një mëkat, përhapet, e bën mëkatin edhe njerëz të tjerë. Ose duke e bën çat mëkat, njerëzit, nëse këta janë dietar, nëse këta janë njerëz të devotshëm, njerëzit e tjerë kur e shohin që ata e bën këtë mëkat, mendojnë se kjo nuk është mëkat. Me që më konë gjëna ata se këshin bo. Edhe me siguri se juve u karo me një sigurisht ma herët, atëre kur u konë ma aktive çështja e mjekrës, edhe ju kanë thonë, pse përshoni jo mjekrën, po filan hoxha se ka mjekrën, filan hoxha shkurton mjekrën. Se njerëzit menojnë se pse e bën këtë gjunohën për veti, edhe është personalitet fetar, menojnë se atëre kjo bubajka. Nëse filan hoxha, filan e bën, atëre bubajka. Ose nëse e shifni çështjet e përzgjedhjes, të gjykimit, ose të njerëzve të cilët gjykojnë me ligjet e tjera përveç asaj që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, edhe ti thu, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sa kjo për shkak se nuk i takon, nuk ka drejt, nuk ka këto kërkush për njerëzve veç Allah, po thotë po filan hoxha, po thotë bën. Kështu kur e bojnë njerëzit
gjunohun, ose në këtë rast kjo është vepër e shirkut, kur e bojnë njerëzit gjunohun haptazi, përveç që e kanë bërë gjunohun, ata japin ndikim të keq në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe bën shkak mu përhap e keqja në umet, edhe ndonjëherë mëmrije e keqja më llogarit e mirë. Njerëzit e tillë, Allahu subhanahu wa taala ka thonë nuk i fal. Ata që të cilët i kanë bërë gjunohet publikisht. Atëre besimtarët të cilët kujdesen që mos me bëjë gjunohe, megjithatë përsëri bën gjunohe, por për shkak të kujdesit të tyre dhe imanit të tyre, gjunohet të tyre Allah subhanahu wa taala i lën të mbyllura mes tij dhe Allah subhanahu wa taala, nuk i bën publike, nuk i korrit njeriu para robëve vet. Dhe atë që se kurit Allah në këtë dynjë para robëve nuk ka me kurit as në ahiret. Në hadithet e sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ditën e kiametit, Allah subhanahu wa taala afron një rob vetën, i thot o robi e madin, ko ke bërë gjuna? Thot po, sa e din. Fa atarifu bi dhanbihim, i pranojnë këtë gjuna ditën e kiametit. Njerëzit janë me të faktuara të gjitha. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah si bën padresi kërkuna. Ai di këtë gjuna, po ai di se s'ka ka më shku. Thot Allah subhanahu wa taala, ti kam fal, se tërtuha fi dunya, ti kam shef në dunjë, s'ti ka ditë kërkush. Edhe po ti foli sot ditë kiametit. Atëre besimtarët të cilët ruhen, pastërtinë e kanë në të kaluarën, edhe në këtë dunjë. Edhe thonë të gjithëve, urdhani, shifni, gjurmani. Na nuk e kundërshtojmë Allah subhanahu wa taala kërkun publikisht. As sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk do të thonë që s'kena gjunohe, por gjunohet janë mes robit dhe mes Allah subhanahu wa taala. Edhe në ditën e kiametit ky del librin e ka, shënimet i ka, për veprat e mira i gjan prezent dhe i thot njerëzve urdhani, lexoni. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Po kur ti shef veprat e këqija, s'ka qef, lëshë s'ka qef me apo kur kush veprat e këqija. Se edhe në dynjë njerëzit me pak iman s'kan qef me ditë të tjera veprat e këqija. Vetëm ata të cilët janë të degeneruar nuk e kanë gale me avdit hatke veprat e këqija. Kush ka pak iman nuk ka dëshirë edhe në këtë dynjë kërkosh me avdit veprat e këqija. E në ahiret më hala më hiç. Por shkak se në ahiret mas veprës keqe më herë është dënimi. Ai dëshiron që mes tij dhe mes veprave të këqija me pas një hapësim të madhe, më kon larg. Wa yuhadhirukum Allahu nafsuhu. Allahu atraj vretin para se marrë kja ditë, kujdesuni, mos bani vepra të këqija, edhe nëse gaboni hir pas here. Mos jenë ato gabime që e dëmtojnë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos jenë publike, mos jenë gjunohu çaq i hapta sa që me ditë edhe të tjerë. Wallahu raufun bil ibad, Allah subhanahu wa taala shumë i mëshirshëm për robërit e vet. Por duhet me ditë se Allah subhanahu wa taala gjithashtu është edhe i drejtë. Dhe kur e bën gabimin, kur e meriton dënimin e merr. Dhe du të me ditë me që Allah subhanahu wa taala shumë i mëshirshëm, du të me ditë se Allah subhanahu wa taala dhe dënon ashpër. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mushrikët kur i thonë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me besu Allahun, me ju ik idhujve, ata i thonin pejgamberit sa na nuk i adhurojmë të idhuj diçka për tjetër, illa li yuqarribuna ila Allah, përveç që të na afrojnë te Allahu. Kështu ja adhuronin mushrikt idhujt në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se mushrikët e sodit janë më të këqij se mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata i adhuronin idhujt për mu afru te Allahu, kurse këta i adhurojnë idhujt për mu afru te idhujt, jo te Allahu subhanahu wa taala. Dhe i thonin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na nuk i adhurojmë këta se këta janë zota, illa li yuqarribuna ila Allah, po këta janë disa zota të vegjël të cilët na afrojnë te Allahu i cili është më i madhi, i merrin ndërmjetësues. Dhe Allahu subhanahu wa taala urdhoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thuaj, nëse jeni për një që doni Allahun, lëni idhujt, mos i adhuroni idhujt, po adhuroni Allahun, edhe pasoni në atë që apo ju thot i dërguari i Allahut. Yuhibbukum Allah, se nëse e pasoni dëgjoni çka po ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju don juve.
Dhe kushdo që nuk e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu atë nuk e don. A doni me dit, a ju don, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ju don, shihne qysh jeni me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ata që thot ajo. Kushdo që e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë që thot, atë e don Allahu. Kushdo që nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë nuk e don Allahu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Nëse pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja fal gjunat. Nëse nuk e pasoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk ja fal gjunat. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është i fal shumë. Allahu fal shumë, por falja e Allahut subhanahu wa taala është e lidhur me pasimin e sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Komentatorët e Kuranit thonë që kjo ajet në Kuran është ajeti më sfidues. S'ka ajet që të sfidon më shumë se sa ajeti në surën Al-Imran numër 31. In kuntum tuhibbuna Allah, nëse e doni Allahun. Kushdo që thotë unë nuk e dua Allahun, atëra çështja e tij është e ditun. Nëse thu se e dua Allahun, gjithashtu është sfida. Nëse e doni Allahun, fattabi'uni, a pasoni të dërguarin e Allahut. Se kushdo që e don Allahun, e don edhe të dërguarin e Allahut, se Allahu ka dërguar. A doni Allahun, e dojmë Allahun, ata që thonë kena zemrat e mira, por dhe që zemrën e mira shumë kallaj me dita ki zemrën e mira jo. A pason sunetin, a pason të dërguarin e Allahut, më që e pas ke zemrën e mirë. Nëse e doni Allahun, fattabi'uni, duhet me qenë pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, se është e lidhur dashuria e Allahut me pasimin e sunetit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që kemi përmend, njerëzit nuk mundin me hyrë në xhenet me veprat e veta, përveç se me mëshirën e Allahut. Por mëshira e Allahut është e kushzuar, vetë Allahu ka kushzuar me vepra. Nëse s'keni vepra, nuk ju kap mëshira e Allahut, se Allahu ka bërë këtë rregull ligj. Nuk mundi me hyrë në xhenet pa pas vepra. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhenet si shkak i veprave që keni. Për shkak se pa vepra nuk mundesh me fituar mëshirën e Allahut. Me veprat e tua, veprat nuk janë të mjaftueshme për me fituar xhenetin, por janë të kushzuara për me mujt me fituar mëshirën e Allahut, pastaj me mëshirën e Allahut në xhenet. Dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala është e kushzuar dhe dashuria e Allahut ndaj njerëzve është e kushzuar. Vetë Allahu ka kushzuar, sa Allahut nuk mundet me qit kushte kërkosh, po vetë Allahu subhanahu wa taala i qet kushte vetes, dhe prej kushteve që Allahu subhanahu wa taala ka bërë vetes është dashuria për njerëzit nëse ata e pasojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk e pasojnë, nuk i don Allahu, as nuk ja fal gjunohat. Wallahu ghafurur rahim, Allahu është falës shumë i madh. Kul atiu Allahu wa rasul, thuaj njerëzve të gjithëve, mushrikëve, kushdo që të jetë, nënshtroni Allahu subhanahu wa taala dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Kushdo që ja kthen shpinën, nuk i nënshtrohet Allahut as Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai është kafir. Fa in tawallu, nëse ja kthen shpinën, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allahu subhanahu wa taala nuk i don ata të cilët janë pabesimtar. Dhe këtu është një çështje tjetër, gjithashtu shumë e rëndësishme, ne si besimtar duhet me i dasht ata të cilët i don Allahu. Dhe nuk duhet me i dasht ata të cilët nuk i don Allahu. Ne duhet me i urrejt ata të cilët i urrejnë Allahu. Prej atyre të cilët nuk i don Allahu është ajeti në surën Al-Imran numër 32, fundi ajetit fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allahu subhanahu wa taala nuk i don kafirat. E çish i don ti? Allahu subhanahu wa taala nuk i don ata të cilët e mohojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E çish ka mundësi ti mi dasht ata të cilët Allahu i jot nuk i don. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.